Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në Blu Televizion, ku do të ndjekim së bashku zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Nisi me kronik. Një aksident i rëndetar është regjistruar mbrëmjen e së hënës në gjirin e Ksamilit, ku sipas policisë një mjet lundrues është përplasur me skafin e policisë kufitare të Sarandës. Si pasojë e përplasjes, ka humbur jetën 22 vjeçari Albiano Kreçi, banori i Ksamilit. Një 22 vjeçar ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti detar të ndodhur në Ksamil, ku mjeti lundrues tip jet car që ai drejtonte është përplasur me skafin e policisë kufitare të Sarandës. Aksidenti i rënd u regjistrua mbrëmjen e të hënës në gjirin e Ksamilit. Sipas informacioneve paraprake, mjeti lundrues me të cilin po lëvizte i riu u përplas me skafin e policisë kufitare. Si pasojë e përplasjes së fortë mbi jetën 22 vjeçari Albiano Kreçi, banori i Ksamilit, i cili ndodhej në drejtimin e mjetit lundrues. Pas aksidentit ai u nxor nga deti nga punonjësit e policisë kufitare dhe persona të tjerë që ndodheshin në zonë aty pranë, por nuk mundi të mbijetonte dot plagëve të marra. Menjëherë pas ngjarjes, policia e shtetit reagoi me një njoftim zyrtar, duke bërë me dije se nisën menjëherë hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave dhe detajeve të aksidentit. Sipas njoftimit zyrtar të policisë vendore, bëi me dije se rreth orës 18:30 të hënës në Ksamil, një shtetas 22 vjeçar banues në Ksamil, duke lundruar në det me një mjet lundrues tip jet ski, makinë lundruese, dyshohet se si pasojë e lundrimit me shpejtësi është përplasur me skafin e policisë kufitare, i cili ishte i stacionuar rreth 400 metra larg bregut të detit në monitorimin e hapësirës detare. Si pasojë e përplasjes, u dëmtua drejtuesi i mjetit lundrues, i cili u nxor menjëherë nga deti nga punonjësit e policisë, si dhe drejtues të tjerë të mjeteve lundruese që ndodheshin në zonë. Ai u transportua me urgjencë në spital, por ndoroi jetë si pasojë e dëmtimeve të marra. Në përfundim të komunikimit zyrtar, policia vendore bën me dije se menjëherë është ngritur një grup i posaçëm hetimor dhe në bashkëpunim me Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore në drejtimin e prokurorisë, po kryen veprimet për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të ngjarjes. Brenda pak orësh, 2 apartamente në qytetin e Vlorës janë përfshirë nga flakët, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, por fatmirësisht pa persona të lënduar. Një apartament në katin e 8 të një pallati në lagjen Pavarësia, si dhe një tjetër në katin e 9 të një pallati, banesë në pronësi të një shtetasi italian në zonën e Lungomares. Brenda pak orësh, 2 apartamente në qytetin e Vlorës janë përfshirë nga flakët, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, por fatmirësisht pa persona të lënduar. Rreth orës 01 të ditës së sotme, një apartament në katin e 8 të një pallati në lagjen Pavarësia, pranë ish kombinatit të peshkut, është përfshirë nga zjarri. Sipas shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, banesa ishte dhënë me qira dhe banohej nga një çift rus. Menjëherë pas njoftimit, forcat zjarrfikse kanë ndërhyrë për shuarjen e flakëve dhe për të parandaluar përhapjen e tyre në apartamentet e tjera të pallatit. Operacioni zgjati disa orë dhe u vështirësua nga lartësia e katit ku ndodhej apartamenti, si dhe nga rreziku i përhapjes së zjarrit në banesat përreth. Fal ndërhyrjes së zjarrfikësve, situata u vu në kontroll, ndërsa nga zjarri u dëmtuan mobilje dhe pajisje të tjera të banesës. Ndërkohë, po mëngjesin e sotëm, një tjetër apartament është përfshirë nga flakët në zonën e Lungomares. Zjarri ra në katin e 9 të një pallati në një banesë në pronësi të shtetasit italian Davide Dondi. Në momentin e rënies së zjarrit nuk ndodhej asnjë person në apartament. Si pasojë e flakëve, banesa pësoi dëme të konsiderueshme materiale. Në vend ngjarje ndërhyn 3 mjete të shërbimit zjarrfikës, të cilat bën të mundur vënien në kontroll dhe shuarjen e zjarrit. Për të dyja rastet, grupet hetimore po punojnë për përcaktimin e shkaqeve dhe zbardhjen e plotë të rrethanave. Ervin Dreu është konfirmuar zyrtarisht në krye të drejtorisë vendore të policisë së Vlorës pas përfundimit të procedurave dhe konkursit për pozicionin drejtues në policinë e shtetit në disa qarqe të vendit. Emërimet vinë në kuadër të një procesi të rikonstruktimit dhe konsolidimit të drejtimit të strukturave policore në qarqe. Pas përfundimit të procedurave të konkursit për pozicione drejtuese në policinë e shtetit për disa qarqe në vend, me firmën e krye policit Skënder Hita janë bërë emërimet e reja në Vlorë, Lezhë dhe Fier. Edvin Dreu do të drejtojë drejtorinë vendore të policisë Vlorë pas komandimit të pak ditëve më parë, ku shkarkua Eli Donçela, pas skandalit me protestën në Zvërnec.
Erion Ahmeti, i cili prej disa kohësh ushtronte detyrën si drejtuesi komanduar i policisë së Fierit, ka marrë tashmë emërimin e tij si drejtor zyrtar. Emërimet vijnë në kuadër të procesit të rikonstrukturimit dhe konsolidimit të drejtimit të strukturave policore në Qarqe, pas vlerësimit të kandidatëve në garën e zhvilluar për pozicione drejtuese. Tirana dhe Durrësi vijojnë të jenë pa drejtues të emëruar, proces që pritet në vijim. Edvin Dreu është konfirmuar zyrtarisht në krye të drejtorisë vendore të policisë së Vlorës pas përfundimit të procedurave të konkursit për pozicione drejtuese në policinë e shtetit në disa qarqe të vendit. Me firmën e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Skënder Thita, u miratuan emërimet e reja në drejtimin e strukturave policore në qarqet Vlorë, Fier dhe Lezhë. Edvin Dreu merr zyrtarisht drejtimin e policisë vendore pas komandimit të tij pak ditë më parë në këtë detyrë. Emërimi i Dreut vjen pas largimit nga detyra të Elidon Çelës, e cili u shkarkua pas debatit publik dhe reagimeve të shkaktuara nga ngjarjet e lidhura me protestën e zhvilluar në Zvërnec. Ndërkohë në qarkun e Fierit, Erion Ahmeti, i cili prej disa kohësh ushtronte detyrën si drejtuesi komanduar i policisë vendore, është emëruar tashmë zyrtarisht në krye të këtij institucioni. Po ashtu, emërimet e reja janë bërë edhe në drejtorin vendore të policisë së Lezhës në kuadër të procesit të riorganizimit të strukturave drejtuese. Këto ndryshime vijnë si pjesë e procesit të ristrukturimit, si dhe konsolidimit të drejtimit të policisë së shtetit me synim për të rritur efikasitetin e strukturave policore, si dhe për të përmirësuar menaxhimin e sigurisë publike në qarqet e vendit. Kandidatët janë përzgjedhur pasi procesi konkurrimi dhe vlerësimi profesional të zhvilluar nga strukturat përgjegjëse të policisë së shtetit. Megjithëse emërimet në disa qarqe janë finalizuar, drejtoritë vendore të policisë së Tiranës dhe Durrësit vijojnë ende të mbeten pa drejtues emëruar zyrtarisht. Burime pranë policisë së shtetit bëjnë me dije se procesi për plotësimin e këtyre pozicioneve pritet të përfundojnë në ditët në vijim. Me këto lëvizje, policia e shtetit synon të përmbyll një fazë të rëndësishme të reformimit të strukturave drejtuese, duke vendosur në krye të drejtorive vendore drejtues përzgjedhur përmes procedurave konkurruese dhe kritereve profesionale. Në Vlorë, veçanërisht përgjatë sezonit veror, parkimet janë të pakta dhe nuk mjaftojnë për numrin e automjeteve në qarkullim. Kjo bën që shumë lloje banimi në qytetin bregdetar makinat të parkojnë mbi trotuar. Dukuria evidente edhe në lagjen Isa Boletini, ku 10 mjete të parkuara zën vendkalimin e këmbësorëve. Në Vlorë, veçanërisht përgjatë sezonit veror, parkimet janë të pakta dhe nuk mjaftojnë për të parkuar automjetet. Kjo bën që në shumë lloje banimi në qytetin bregdetar, makinat të parkojnë mbi trotuar. Situatë e tillë është evidente në lagjen Isa Boletini, aty ku me 10 mjete parkojnë duke zënë vendkalimin e këmbësorëve. Qytetarët, por edhe banorët e zonës tregojnë se kjo situatë i detyron këta të fundit të ecin më pas në rrugë, duke rrezikur jetën nga makinat që ecin me shpejtësi. Ata tregojnë raste kur automjetet parkojnë duke zënë hyrjen e pallateve apo të shtëpive private, duke mos u lënë asnjë mundësi të dalin prej tyre. Sipas banorëve, për këtë situatë duhet të gjendet një zgjidhje e cila fillon nga ndërtimi i parkimeve për blloqet e banimit e deri te ndëshkimet për ata që thyen kodin rrugor. Po shumë problemesh. Si s'është problem të bllokosh rrugën e këmbësorëve, është problem i madh. Po kjo na detyron të lëm kokën pastaj. Apo jo? Duhe kaluar në rrugë, rrezikohet të shtyp mjeti, për plas bicikleta. Po policia bashkiake për mua s'do të di se edhe i pari qeverisë nuk do të di për neve. Na qonë miza dhe po, u shtypëm. Realitetit duhet ndryshuar sa më shpejt. Sa më shpejt duhet ndryshuar. Shikom, neve këtu për shembull kemi 35 vjetë me ndonin, thamë se herë demokracia do bëjshim vërtet njështë. Ne këto 35 vjetë më tepër na shkatëruan. Do me thënë neve nuk bëhemi dot. Jo nuk bëhemi dot, nuk kemi qeveritar. Se parkojnë mbi trotuar? Parkojnë se këtu është për shembull, si që bën ai forti, parkon, sepse ai na policia nuk ka frikfare. Ai zëmët doptin, një që pagon drita ujë hek zbar. Se kështu është ndërtuar sistemi tek neve. Po çfarë ju detyron kjo? Detyron të kalojnë rrugë? Shiko, çdo gjë i zoti shtëpisë e rregullon shtëpinë. Pse jashtë nuk e bëjnë të tërë, po kemi punor jashtë ecin me rresht me rregulla. Ktu do me thënë çdo gjë është nga koka. Peshku qelbet nga koka. Kur një trotuar është i zënë, ju kaloni rrugë apo jo? Po, si më detyruar, ndaj bëjnë dhe aksidente. Ndihesh i rrezikuar?
Jo të rrezikuar neve që ashtu, por për shembull një që është i paralizuar, moshatar, edhe moshatar jam. Po nuk jam atje, ose një me fëmijë të vogël, e kënd të fëmia nuk di. Këtu gjithmonë duhet një gjë, sepse policia është kundra popullit, është vetëm me vjedhjen, është bashkë me pushtetarët. Pi trotuar, shumë bashkë pinës tuaj është kjo gjë. Po. Është problem. Kur nuk ka zgjidhje tjetër, është normale. Pse s'ka zgjidhje tjetër? Ku mund të çohen, ku mund të parkohen? Çfarë zgjidhje duhet të ishte vënë nga institucioni? Nuk e di, ato se di. Duhet më shumë parkingje? Po, patjetër se nuk ka vend që parkojnë aty. Ne kemi një zhitan edhe parkojnë edhe 1 kilometër larg shtëpisë. Po në rastin kur një i moshuar ose duan të kalojnë në trotuar dhe detyrojnë të kalojnë në rrugë, sjell rrezik. Ne për shumë gjëra ngarkojmë njëri tjetrin. Edhe shkarkojmë njëri tjetrin. S'ke që të më të janë marrëdhëniet që lindin ato problemet janë. Po do jesh i rrezikuar kur kalon rrugë? Po patjetër, nuk diskutojnë ato. Po në rrugë më kanë zënë portën anti makinat ja. Të gjitha makinat vanë. Se shfaji këtyre shfaji kush e kanë në dispozicion, kjo është rrugë ngushtë, një kalimshe. Pse jipin në trotuar makina, do kaloje para, do prapset e dyta, unë se marrë vesh. Një tabel, një kalimshe. A është e rrezikshme kjo për juve? Është që zalë do të me fëmijë. E për qëllë fëmijën deri këtu që ikën për një shtëpi. Dërkohë ka zënë porta. Po, porta. Aty edhe ti bjesh borije sa të duash, s'lëvizina. Janë porta një për të që? Jo, Po dikush me absolutisht. karrocë dali ishim nga pallati të Zimit. Urdhro? Si mund të dali dikush me karrocë nga pallati të Zimit? Aha, unë e kam të flasë për shtëpinë time që e kam private këtu. Atë me... Një natë, një vajzë, kishte makinën ishte pallatit këtu, blokuar makinat aty, 2 orë pip, dilun, moj të bëftë nëna, po e kanë lënë ata kanë ikur për të pirë tuti na u të fëtot, i kam blokuar këtu, atyri i thashun, ajte nëna fly ose i këstri në shpi. 2 orë lajmëroj policin, erdi ajo qaj që merë makinat. Duhet të marrë unë them vetëm një tabel, një kalimshe të bëhet rruga këtu, se flasë për rrugën time, nuk flasë për më tutje, qëfar shok këtu, një kalimshe kjo rrugë ngushtë këtu. S'ka nevojë për një vikteja, do hipin trotuar njëra që të kaloj tjetra. Kjo situatë është e tillë dhe në shumë bloqe të Tirabanimi, veçanërisht në ato të rehabilituara së fundmi. Në këto projekte është menduar për rrugën e këmbësorëve dhe të automjeteve, por jo për të ndërtuar aty parkime. 1135 maturant nga 21 shkolla publike dhe jo publike në Bashkitë Vlorë Himar janë nënshtruar këtë të martë provimit të tretë të maturës shtetërore 2026, atij të matematikës. Për administrimin e provimit janë angazhuar 127 administratorë, ndërsa 6 përfaqësues të Ministrisë së Arsimit kanë monitoruar provimin. Maturantët të gjithë vendin janë nështruar këtë të martë provimit të tretë të maturës shtetërore 2026, atij të matematikës. Në zyrën vendore Bashkia Vlorë Himar është 1135 numri maturantëve që janë testuar në provimin që ka nisur në orën 10 dhe ka përfunduar në orën 12:30, sipas kalendarit të miratuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Ky proces është organizuar në 6 qendra provimi me 6 pap përgjegjës në qendra dhe ka përfshirë gjithsej 1135 maturante, cilët vinë nga 21 shkolla publike dhe jo publike. Për administrimin dhe mbarvajtjen e provimit u angazhuan 127 administratorë, të cilët u thirrën të zbatojnë të gjitha udhëzimet dhe standardet e përcaktuara nga Ministria e Arsimit, ndërsa 6 përfaqësues të Ministrisë së Arsimit kanë monitoruar provimin. Mësoj se rregullorja e këtij viti është shpërsuar krahasuar me vitin e kaluar, duke përcaktuar më qartë detyrat, përgjegjësitë dhe sanksionet për administratorët dhe strukturat përgjegjëse për zhvillimin e provimeve. Po kështu nuk janë lejuar telefonat celular, orët inteligjente dhe çdo pajisje tjetër elektronike gjatë testimit. Ndërkohë deri tani kanë dalë rezultatet vetëm për provimin e parë të maturës shtetërore, atë të gjuhës së huaj. Institucionet dhe qendrat e trashëgimisë kulturore në vend janë regjistruar një interes të lartë nga vizitorët e periudhës janar-maj 2026. Muzeumet, qarqet arkeologjike, kalat dhe monumentet e kulturës janë vizituar nga 424.082 persona, vendas dhe të huaj sipas Ministrisë së Turizmit.
Institucionet dhe qendrat e trashëgimisë kulturore në vend kanë regjistruar një interes të lartë nga vizitorët gjatë periudhës janar-maj 2026. Sipas të dhënave të publikuara nga Ministri i Turizmit Blendi Gonxha, muzeumet, parqet arkeologjike, kalat dhe monumentet e kulturës janë vizituar nga 424.082 persona vendas dhe të huaj. Gjatë muajve janar-maj 2026, institucionet dhe qendrat e trashëgimisë kulturore kanë mirëpritur plot 424.082 vizitor vendas dhe të huaj, duke kthyer kulturën në një nga historitë më të bukura të suksesit të vendit, shkruan Gonxha në rrjetet sociale. Numri më të lartë të vizitorëve e kanë patur parqet arkeologjike me 188.437 vizitorë të ndjekura nga muzeet kombëtare, me 143.086 vizitorë dhe kalat e monumentet e kulturës me 91.559 vizitorë. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023, frekuentimi është rritur me 95.71%, ndërsa të ardhurat e gjeneruara nga këto institucione janë shtuar me 147.44%. Ndërkohë në raport me 5 mujorin e parë të vitit 2025, numri i vizitorëve është rritur me 9.9%, ndërsa të ardhurat me 7.3%. Trashëgimia jo nuk është thjesht histori, ajo është energji, krenari kombëtar dhe një magnet që tërheq gjithnjë më shumë vizitorë nga vendi dhe gjithë bota, shkruan Gonxha. Një spektakël natyror është regjistruar në ujërat e zonës të Karabarun Sazan, ku një grup turistësh që po eksploronin me gomone bukuritë e zonës janë surprizuar nga shfaqja e një tufe delfinësh. Një spektakël i papritur natyror është regjistruar në ujërat e zonës Karaburun Sazan pranë Vlorës, ku një grup turistësh që po eksploronin me gomone bukuritë e zonës u surprizuan nga shfaqja e një tufe delfinësh. Turistët të cilët po lundronin përgjatë kësaj hapësire detare, Karaburun Sazan, kanë përjetuar momente të veçanta kur delfinët janë afruar pranë gomones së tyre, duke i shoqëruar për disa minuta e duke krijuar një show natyror që ka mahnitur të pranishmit. Sipas guidave turistike që operojnë në këto zona të Vlorës, raste të tilla janë të shpeshta, por çdo herë mbeten një surprizë e këndshme dhe manice, si për vizitorët ashtu edhe për drejtuesit e gomoneve. Ata theksojnë se prania e delfinëve e bën eksperiencën turistike edhe më të veçantë dhe më të paharrueshme. Turistët kanë dokumentuar momentet me foto dhe video, duke i konsideruar ato si një nga kujtimet më të bukura të vizitës së tyre në këtë zonë turistike të jugut të Shqipërisë. Ish lojtari, flamurtari dhe i kombëtares shqiptare Vasil Ruci gjatë një interviste për Blu Televizion ka komentuar nisjen e kampionatit botror, ku sipas tij deri tani niveli i lojës nuk ka qenë i lartë. Gjithsesi, sipas Ruci, turneu ende është në fillimet e tij dhe duhet kohë për të krijuar një ide të qartë mbi ekipet pretendente. Edhe pse kampionati botror ka nisur prej 6 ditësh, është ende herët për të përcaktuar skuadrat favorite për fitoren e trofeut. Ish lojtari flamurtarit dhe i kombëtares shqiptare Vasil Ruci thekson se në këtë fazë duhen parë të gjitha ndeshjet për të krijuar një ide më të qartë mbi ekipet pretendente. Sipas tij deri më tani niveli i lojës nuk ka qenë shumë i lartë, megjithatë turneu është ende në fillimet e tij e ka shumë ndeshje për të zhvilluar. Para nuk mund të nxjerrësh dot një konkluzion që në fillim se s'janë paraqitur gjitha ekipet dhe forca e tyre. S'ka pas përballje, përveç një ndeshje Maroku me Brazilin që për mua ishte ndeshje shumë e mirë dhe më pëlqeu shumë Maroku, por nuk ka pas përballje. Mua më duket në fakt një kampionat botror shumë përfshirës, domethënë kanë përfshirë çdo lloj shteti. Ideja është komercializëm, ideja është që ta shpërndajnë gjithë botën dhe në fund të fundit nuk u intereson kush do dalë kampion. Kështu që do bie interesimi i rrugës, jam i bindur që do bie sepse ka dhe ekipe të dobta, por ndeshjet e forta duhen të pakta. Për të dalë dikush kampion, unë besoj se do ketë surpriza, mamëndje do ketë surpriza në këtë kampionat për arsye sepse nuk ka ekip superior, janë pothuajse një nivel gjitha ekipet e forta. Duke ju referuar skuadrave favorite, Rusi rendit disa prej ekipeve më të forta, duke shprehur besimin se edhe Anglia mbetet një nga pretendentet kryesore. Megjithatë, Rusi thekson se në një kompeticion të tillë nuk mund të mungojnë surprizat, duke përmendur Marokun si një nga ekipet që mund të befasojë. Ish futbollisti legjendar vëren gjithashtu se krahasuar me edicionet e mëparshme, cilësia e lojës ka pësuar rënje. Do më pëlqen Anglia, një nga protagonistët kryesor më e mira.
Në më pëlqen Anglia, jam tifoz kuptohet me Spanjën, unë besoj të kem dhe Gjermanin në treshe dhe në kaqe të kem dhe Marokë. Në më pëlqen dhe kjo kaqe shumë e bukur do ishte, sepse ka një futbol dinamik. Sidomos Angli-Marok do ta shikoja me kërshëri që të ishim bashkë me njëra tjetër. Kampionati botëror ka nisur më 11 qershor e do të përfundojë më 19 korrik. Për herë të parë në histori ky kompeticion zhvillohet njëkohësisht në 3 shtete dhe me një numër rekord prej 48 skuadrash pjesëmarrëse. Kur themi botëror, normalisht kështu duhet përfshihen shtetet. Por unë kam bindje që në këtë lloj botërori nuk ka shumë cilësi, nuk do ketë shumë cilësi. Do ketë lodhje, padyshim do ketë raskapitje dhe fati do ta përcaktoj se kush do të jetë kampionet. Të nderuar shikues, kjo ishte dhe gjithçka e përgatitur këtu në Blu Televizion. Bashkë miru takofshim.